Real Madrid ka bërë një gjest të madh human dhe mbështetës ndaj ish lojtares së saj kosovare Aslani, pas dëmtimit të rënd që ajo ka pësuar së fundmi. Klubi madrileni ka dërguar një letër zyrtare Aslanit, duke i uruar shërim të shpejt dhe duke shprehur mbështetje të plot institucionale nga e gjithë struktura e klubit, përfshirë edhe presidentin Florentino Perez. Në mesazhin e publikuar, Real Madrid thekson respektin dhe lidhjen e veçantë me futbollisten, e cila ka qenë pjesë e ekipit të femrave dhe ka lënë gjurmë të rëndësishme gjatë periudhës së saj në klub. Letra e plotë e dërguar nga drejtori i marrëdhënieve institucionale të klubit Emilio Butrageno. E dashur kosovare, në emër të gjithëve, ne që formojmë Real Madridin dhe veçanërisht të presidentit ton, Florentino Perez, dua t'ju përcjell urimet tona më të mira për një shërim të shpejt nga dëmtimi juaj. Me shumë dashuri, një përqafim të madh, thuhet në letrën e nënshkruar nga Emilio Butrageno, drejtor i marrëdhënieve institucionale të klubit. Ky gjest nga Los Blancos vjen si dëshmi e vlerësimit dhe respektit që klubi ruan për ish lojtarët e tij, si dhe për kontributin e Aslanit gjatë kohës së saj në ekipin madrilen.